Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 43 para erës sonë, betejë e Forum Gallorum, Mark Antony rrethon vrasjen e Julius Caesarit, Decimus Brutus në Modena, dhe mposhti forcat e tij, por më pas u mund nga ushtria e konsullit tjetër, Aulus Hirtius. Në vitin 70, rrethimi i Jeruzalemit, Titus, biri i perandorit Vespasian, rrethon kryeqytetin hebre me 4 legjione romake. Rrethimi përfundoi me marrjen e qytetit dhe shkatrimin e tempullit të tij të famshëm. 966, pas martesës me një të krishtere të Bohemis, sunduesi i pagan i polakëve, Mieszko, konvertohet në të krishter. Kjo ngjarje konsiderohet si zanafilla e shtetit polak. 1205 zhvillohet betejë Adrianopojës midis bullgarëve dhe kryqëtarëve në drejtimin e Bolduinin, i cili vetëm disa muaj më parë ishte vetë kurorzuar perandori i Konstantinopojës. Betejë u fitua nga bullgarët, të cilët e kapën perandorin dhe Burgosën. 1814, Napoleoni nënshkruan versionin përfundimtar të traktatit të Fontainebleau, rezultati i një negocimi të gjatë që zyrtarizon fundin e luftës së koalicionit të 6, abdikimin e tij si perandori i Francës dhe mbreti i Italisë dhe dërgimin e tij në internim në ishullin Elba. Në vitin 1828, Noah Webster merr drejtimin e autorit për botimin e parë të fjalorit të tij. Emri Webster sot është sinonim i fjalorit në Shtetet e Bashkuara. 1846, grupi Donner i kolonëve niset nga Springfield, Illinois për në Kaliforni, në atë që do të bëhet një udhëtim 1 vjeçar i vështirë me kanibalizëm për mbijetesë. 1849, Hungaria shpall veten të pavarur nga Austria me Lajos Kossuth si udhëhesin e saj. 1865, presidenti amerikan Abraham Lincoln qellohet me plumë në teatrin Ford në Washington DC nga John Wilkes Booth, i cili si aktor i njohur nuk e pati të vështirë të hynte në lozhën private të presidentit në teatr, ndërsa ky ishte duke ndjekur një dramë. 1896, jepet patenta për shpikjen e cornflakes. 1927, makina e parë Volvo prodhohet në Gothenburg në Suedi. 1942, Malta merr kryqin George për trimëri. Ky kryq ju dha nga vetë mbreti George VI i Britanisë dhe është tani emblem në flamurin kombëtar maltez. 1956, në Chicago, Illinois, demonstrohet për herë të parë videokaseta e cila do të mbizotronte tregun e regjistrimeve televizive deri në zhvillimin e diskjeve kompakt, CD e më pas DVD. 1999, projektuesi Nikola Trusardi humbet jetën në një aksident automobilistik. 1999, ndroi jetë në Kosovë Sami Peja, profesor i burgosur politik dhe veprimtar i njohur i çështjes kombëtare. 2003, njoftohet përfundimi i hartës së gjenomit njerëzor. 2004, vritet Fabrizio Quattrocchi, një nga 4 italianët të rrëmbyer në Irak. 2008, Berlusconi fiton zgjedhjet politike, koalicioni i tij mbledh 47% të votave. 2011, në Quebec të Kanadas, Regan Hines, padrejtisht i dënuar me 15 vjet burg për një grabitje të armatosur në vitin 1961, merr $13.1 milion kompensim.